E para musliman, fjala abdest nuk është shqip, është e marrë prej persishtes. Unë ku menu që është prej gjuhës turke, edhe kanë ardhur si musliman shumë këto, na kanë pru këtë fjalë në rregull jem, mirë po kur e shes që është prej persishtes, atëre pse mos më mësu arabisht? Po besoj që tash je i pajtimet edhe ti me mu. I thu vudu, mirë po, në qovë se thu jo, pse mos mi thanë që shi këna thanë gjithë? Unë menoj që na si gjenerata të reja mujna me mësu gjana, mujna me mësu, me ndryshu, me mësu që shumë më hajrë, më mirë, me lijen Allahut azza. Mirë po në qovë se i thu abdes kur kush nuk është ka thëtë që ka të keqen ta. A është fakt që unë i thamë vudu gjithmonë edhe i thamë saleh, namazit i thamë saleh, edhe mënohëna edhe Ramadanit i thamë Ramadan e jo Ramazan. Kjo është e jamja, me këta ka me dalë para Allahut azza. Se cili do të llogarit për vete se qysh del para Allahut azza. Mu ka nërë që ditna, sidomos këtu në Evropë, për shembull tan ditën kur të folin gjermanisht i thonë Ramadan, për shkak se në gjermanisht i thonë Ramadan. Kur të vinë xhamia Ramazan, që ditna dhe pse? Çka i shtyn njerëzit? Allahu azza ka thonë shahru Ramadan, ka thonë salah, pse mos më mësu? Vudu, pse mos më mësu? Pse mos më thonë vudu? Mirë po në qoftë se dan dikush me thonë abdes, atëherë në rregull, kur kush s'është të thonë që kjo nuk ban. Aja që ka unë muj me thonë është se Saleh i ka thonë Muhammedi a.s. Por ata muj me thonë që kjo është ma mirë. Ramadan i ka thonë Allahu azza. Por ata është ma mirë kjo. Në këta nuk mënë më thonë kukosh që ki gabim. E lusëm Allahun azza në abo prej muslimanëve të mirë, me në abo prej atyne që punojmë për hirët Allahut azza. Por fun, mane me si cili këna medal para Allahut azza furade, vetën, veç një. Ti vetën ki medal para Allahut azza.